Gjendje të qëndrueshme të sigurisë, pa incidente dhe shkelje me përmasa më gjëra, krimi është ulur, ndërsa besimi i qytetarëve në polici shënon në rritje, është vlerësimi i përgjithshëm për gjysmën e parë të vitit 2025 në përputhje me pasionin e rezultateve nga analizat e bëra nga ana e Departamentit të Punëve të Brendshme Gostivar. Ky rezultati i faturohet bashkëpunimit ndërinstitucional, të cilin shpresojmë ta thellojmë në të ardhmen, tha Shaban Salmani, drejtuesi i Departamentit për Punë të Brendshme në Gostivar, gjatë prezantimit të raportit të punës së Departamentit të Punëve të Brendshme për gjysmën e parë të vitit 2025. Qëllimi im mbetet i qartë të forcojmë sigurinë dhe mirëqenien përmes bashkëpunimit të përbashkët ndërinstitucional, i cili është në nivel. Zyrtarja policore, njëherët edhe analiste për kundër zbulim, Valbona Emro, ka prezantuar në detaje numrat nga veprat penale dhe kundërvajtjet që janë regjistruar në gjysmën e parë të këtij viti, me që rast ka deklaruar se gjatë periudhës të cilës i referohemi, numri i veprave kriminale në territorin të cilin e mbulon Departamenti i Punëve të Brendshme në Gostivar shënon ulje. Periodot të prvото полугодие се регистрирани 269 кривични дела. Në periudhën prej 6 muajve janë regjistruar 269 vepra penale, të cilat janë më pak krahasuar me një vit më parë kur kemi pasur 307 të tilla. 183 vepra janë kryer nga persona të panjohur, ndërsa 86 vepra penale janë realizuar nga kryerës të njohur. Nga ana e Departamentit për Punë të Brendshme Gostivar janë iniciuar 182 padi penale kundër 225 personave. Efikasiteti i zbardhjes së veprave penale është 75%, që nënkupton 9% më shumë krahasuar me vitin 2024. Sa i përket llojit dhe strukturës së veprave kriminale, Emro ka bërë me dije se ato më shumë janë vepra të kriminalitetit klasik. 215 кривични дела се од класичен криминал. 205 vepra janë nga kriminaliteti klasik, pra 80%. 35 vepra janë nga kriminaliteti ekonomik, ku për fat të keq kemi rritje të numrit të këtyre veprave. Veprat të cilat kanë të bëjnë kryesisht me ndërtime të parregullta dhe uzurpime. Pastaj kemi 16 vepra kriminale nga tregtia e paligjshme me lëndë narkotike, pra 6%, dhe 3 vepra kriminale nga tregtia e paligjshme me armë. Në gjysmëvjetorin e parë kemi 4 vepra kriminale të kryera nga adoleshent për dallim nga viti i kaluar, kur kishim regjistruar 6 të tilla. DPP Gostivar ka rritur aktivitetin edhe në sferën e komunikacionit, ku janë evidentuar njësër shkeljesh dhe mos respektim të rregullave të qarkullimit. Gjithashtu, është rritur edhe numri i patrolleve policore në dhe përreth të gjitha shkollave të qytetit. Нашата главна цел е превенција. Qëllimi ynë kryesor mbetet rritja e sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. Gjithashtu, konform planeve të policisë, po patrullojmë edhe në të gjitha shkollat e qytetit me qëllim për të krijuar një ambient të sigurt. Kontrollet realizohen gjatë orëve mësimore, gjatë orëve të pushimit dhe në përfundim të mësimit, duke ofruar kështu siguri brenda dhe jashtë shkollave. Në fund, Këshilli i Komunës së Gostivarit ka miratuar me shumicë votash raportin për punën e Departamentit të Punëve të Brendshme Gostivar për vitin 2025. Ndryshe, Departamenti i Punëve të Brendshme Gostivar mbulon komunën e Gostivarit, komunën e Vrapçishtit dhe atë të Mavorov-Rostushës. Në kuadër të këtij departamenti funksionon edhe zyra jashtme për punë kriminalistike, njësiti policor Gallat, njësiti policor Rostush, njësiti policor Mavrov dhe njësiti policor i komunikacionit.